Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Sot në pikalimin kufitar mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë ishin për vizitë 3 kryetarët e forcave policore të 3 shteteve që po menaxhojnë me evidentimin e refugjatëve në hyrje të Maqedonisë. Pahor, Kitarović dhe Ivanov u njoftuan nga afër me situatën në afërsi të kampit të Indomenit. Si konkludim, Ivanov tha se kufiri do të mbetet i mbyllur pasi që kështu ka vendosur Brukseli. 3 kryetarët Pahor, Kitarović dhe Ivanov kanë vizituar forcat policore të 3 vendeve të cilët bashkarisht sigurojnë kufirin dhe menaxhojnë evidentimin e refugjatëve. Ivanov tha se kufiri do të mbetet i mbyllur pasi që kështu ka vendosur Brukseli, duke iu falendëruar Kroacisë dhe Slovenisë për ndihmën policore për sigurimin e kufirit me Greqinë. Kryetari sloven Pahor deklaroi se bashkë me Kroacinë do të insistojnë për përparimin e Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, duke theksuar se ky vend ka ngecur pas, jo për shkak të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, por për shkak të zhvillimeve në vend, krizës politike dhe çështjeve me disa fqinj. Kryetaria kroate Kitarović theksoi se vendi i saj do të vazhdojë të ndihmojë Maqedonisë në menaxhimin me krizën e refugjatëve, si edhe në parafrimin euroatlantik dhe inkurajon të gjithë bartësit politik që të vazhdojnë me zgjidhjen e problemeve që sollën krizën, të vazhdojnë me marrëveshjen e Porzhinos dhe përmes zgjedhjeve demokratike të vendosin se cilën rrugë do ta zgjidhin. Gjatë bastisjes së një minibusi në qarkun Mardin në juglindje të Turqisë, policët në të kanë gjetur pothuajse 3 ton eksploziv, për të cilët supozohet se i përkasin partisë punëtore kurde. Shoferi ka refuzuar të ndalet, që ka shkaktuar dyshim tek policët, të cilët kanë hapur zjarr ndaj automjetit. Policia turke në një minibus në qarkun Mardin në juglindje të Turqisë zbuloi 3 ton eksploziv për të cilët supozohet se i përkasin partisë punëtore kurde. Patrulla policore mbrëm ka tentuar të ndalë minibusin për kontroll rutinor në qytetin Jeshili, por shoferi ka refuzuar të ndalet që ka shkaktuar dyshim tek policët, të cilët kanë hapur zjarr ndaj automjetit duke shtënë në rrota. Automjeti ka vazhduar edhe më tej të lëviz me goma të dëmtuara, duke ardhur deri në një udhëkryq, ku shoferi ka dal nga minibusi dhe ka ikur në drejtim të panjohur. Gjatë bastisjes së automjetit, policët në të kanë gjetur pothuajse 3 ton eksploziv. Policia ka filluar aksion për gjetje të shoferit të minibusit, i cili është i dyshuar për terrorizëm. Takimi i parë mes Këshillit të Aleancës dhe Rusisë pas pothuajse 2 viteve do të mbahet javën e ardhshme në Selin e NATO-s. Më 20 prill do të bisedohet për krizën ukrainase, aktivitetet ushtarake të Aleancës dhe Rusisë. Informacioni tjetër nga bota. Përfaqësues zyrtar të NATO-s njoftuan se takimi i parë mes Këshillit të Aleancës dhe Rusisë pas pothuajse 2 viteve do të mbahet javën e ardhshme në Selin e NATO-s. Zëvendës i zëdhënësit të NATO-s, Carmen Romero, deklaroi se në takimin më 20 prill do të bisedohet për krizën ukrainase, aktivitetet ushtarake të Aleancës dhe Rusisë, situatën e sigurisë në Afganistan dhe kërcënimet rajonale terroriste. Edhe pse vendet perëndimore dhe Rusia kanë qëndrime të ndryshme për Ukrainën, ky takim tregon gatishmërinë që të përmirësohen marrëdhënie diplomatike që mund të ndihmojnë gjatë pengimit të përleshjeve eventuale në rajon. Kriza me migrantët në Europë dhe sulmet nga grupi i militant i Shtetit Islamik kanë rritur valën e nacionalizimit dhe mundësitë reale që Mbretëria e Bashkuar të ikë nga Bashkimi Evropian. Dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian mund të shkaktojë dëme të rënda rajonale dhe globale, ka paralajmëruar Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e tij të fundit. Ky veprim eventual i Britanisë, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar,
do të prishte marrëdhëniet e vendosura tregtare dhe do të shkaktonte sfida të mëdha, si për Mbretërinë e Bashkuar, ashtu edhe për pjesën tjetër të Europës. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se referendumi i paraparë për antarësimin e Britanisë së Madhe në Bashkimin Evropian ka krijuar tashmë pasiguri për investitorët dhe se vota për largimin vet do t'i rrisë ato. Në raportin e publikuar të martën, kryeekonomisti i Fondit Monetar Ndërkombëtar, Maurice Obstfeld, e ka listuar daljen eventuale të Britanisë nga Bashkimi Evropian si rrezikun kryesor për ekonominë globale. Ai po ashtu ka paralajmëruar se kriza me migrantët në Europë dhe sulmet nga grupi militant i Shtetit Islamik kanë rritur valën e nacionalizmit dhe mundësinë reale që Mbretëria e Bashkuar të ikë nga Bashkimi Evropian. Referendumi në Britani do të mbahet më 23 qershor. Real Madrid e ka përmbysur rezultatin ndaj Wolfsburgut për të kualifikuar në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve. Cristiano Ronaldo ka qenë hero i Realit të Madridit në ndeshjen e kthimit ndaj Wolfsburgut në Santiago Bernabé, ndërsa të 3 golat i realizoi Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos ka thënë se Cristiano Ronaldo është lojtari vendimtar për Realin e Madridit edhe kur nuk është në formën e tij më të mirë. Portugezi realizoi 3 herë ndaj Wolfsburgut për ta dërguar Realin në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve. Ishte sensacionale që nga minuta e parë deri në të fundit, kur fansat janë pas jush, është njësoj si të keni një lojtar tjetër. Eki luajti me gjithë shpirtin, deklaroi kapiteni i Los Blancos. Gjithmonë e kam thënë, përkundër faktit që nuk ndodhet në formën më të mirë, Ronaldo është vendimtar. Për atë që kam dyshuar në të, Ronaldo e shfaqsoi veten sërish. Kemi nevojë për të, shtoi Ramos. Real Madridi e ka përmbysur rezultatin ndaj Wolfsburgut për të kualifikuar në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve. Cristiano Ronaldo ka qenë heroi i Realit në ndeshjen e kthimit ndaj Wolfsburgut në Santiago Bernabé. Los Blancos e mposhtën skuadrën gjermane 3-0 në ndeshjen e kthimit, ndërsa 3 golat i realizoi Ronaldo. Madrilenët kalojnë tutje me rezultat të përgjithshëm 3-2. Pas lajmeve sportive, vjon parashikimi i motit. Moti sot në mbar vendin ishte kryesisht i ngrohtë dhe me diell. Në disa pjesë të vendit i shoqëruar edhe me vranësira mesatare. Temperatura gjatë paraditës lëvizën nga 3 deri më 7 gradë Celsius, ndërkaq gjatë ditës të njëjtat lëvizën nga 15 deri më 22 gradë Celsius. Teleshikues të nderuar, me informacionin nga moti, po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Natën e mirë.